Vullën e gjithë dërguarve të Allahu Teala, Muhammedin të birin Abdullahut, familjen e tij të pastërt, sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe me gjithë pasuesët e sunetit të tij të pastërt deri në ditën e gjykimit. Ndërun vëllezër dhe motra, apo do të flasim për argumentet e ndalesës së dhënies dorë femrave të cilat nuk i kemi mahrem apo femrave me të cilat i kemi të lejuar martesën me to, se çfarë janë argumentet e shariatit e islamit që ndalojnë që të jepet femrës huaj dora, apo edhe çfarë thojnë argumentet e medhhebit Hanefi në lidhje me këtë çështje, çfarë thot medhhebi i ynë i cili është i përhapur në vendin tonë, medhhebi Ebu Hanifës rahimahullah, çfarë thot medhhebi për dhënien dorë të femrave, për arsye se po shohim se ka problem në mesin e muslimanëve tonë kjo çështje në dhënien e dorës, që me njëherë akuzohen ata të cilët nuk japin dorë, akuzohen se janë të infektuar me vahabillëk, janë të infektuar me rryma të ndryshme të Arabisë, se kjo s'është prej adetit tonë, se është halal një gjë e tillë. Inshallah do të shohim se sa është valide një pretendim i tillë. Por Allahu Teala në Kur'an thot: "Wala taqrabu zina", mos ju afroni zinas, mos ju afroni amoralitetit ose prostitucionit. Nuk ka ardhur vetëm mos bëni zina, mirë po ka ardhur ajeti i cili paraprakisht ndalon çdo rrugë të afrimit për të zinaje. Sikur që është shiqimi në femrën e huaj, sikur që është prekja e femrës së huaj, sikur që është vetmimi me një femër të huaj në një ambient të mbyllt, vetëm ai dhe një femër e huaj, çdo send e cila mund me aludu në afrimin intim të dy gjinive është e ndaluar në Islam, po qoftë edhe nëpërmjet telefonatave, messengerave, facebookave dhe metodave të ndryshme të afrimit tek disa xahila kinse po bën davet, që është përzierje e madhe e gjinive dhe vije deri te fitnja e madhe mes gjinive. Në Australi, për shembull, edhe në Britani të madhe, është më të madhe përhapja e shkollave një-gjinore. Shkollave në të cilat mashit mësojnë veçmas, femrat mësojnë veçmas, edhe në Amerikë njëjta gjë është duke ndodhur. Më kujtohet 2002 kur ishte Kupa Botërore në Kore, në Seul, Kupa Botërore e futbollit, reporteri i Turqisë të e përcjell raportin që jep për kampionatin botror, më kujtohet si sot thot në 2002 17 universitete janë në Seul që janë femrat veçmas prej mashjeve. 17. Dhe është treguar edhe në psikologji, edhe në sociologji, se është më efektive mësimi në ambiente të tilla, për arsye se femra nuk mërzitet për që shpejqujnë të atrit lukjen e saj, dukjen e saj të jashtme, qysh e ka grimin, qysh i ka farmerkat, qysh i ka bluzën, qysh i ka këto dhe ato cilësitë e saj, por thjesht koncentrimi i saj është vetëm në dije. Dhe shumë më efikase. Por ata të cilët lypin që të përhapet zinaja, lypin që të përhapet e keqja, insistojnë që të bëhet përzierja e gjinive dhe për fat të keq, deri tani prej shekullit 20 dhe deri tani kanë qenë mjaft të suksesshëm në prishjen e qetësisë të shoqërive muslimane. Për arsye se jam i dëshmitar se çfarë është duke ndodhur nëpër shkollat tona të përzime, ku u imponohen vajzave në shkollat mesme, u imponohen tash të quajtur uniforma shkollore të miniqave deri në gjunjë, po rrallë për i sheh që i ka deri në gjojë shkojnë edhe i shkurtojnë të terzit apo të rroba qepsit, i qejnë deri nalt, mashallah i kemi arsimtar. Burrat mirë, kur kuj si pengon, sikur që ju pengon shamia. Mu mshel o penges të na, se mu qel. Fingjani bëjnë syt haramgjit,
që i kanë këto haramgjika vajzat e muslimanëve në për shkolla. E Islami, subhanallah, aq larg ka shku, sa që e ka ndalu përshkrimin e trupit apo fizionomisë së femnës nga ana e femnës. E ka ndalu pejgamberi alayhis salam që një femën m'ia përshkru burrit të saj, vllaut të saj, babës saj, një femën tjetër. E ka ndalu. Dhe ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi. La tubashir al-mar'atu al-mar'ata fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilayha. Mos ta përshkruaje, ka thonë gruaja gruan dhe t'i tregoj burrit saj sikur me e shiqu tamam ata. Ja kallzon që ka pas flok, mja pa flok. I ka abdinat kontore, nëse se mashallah kret që ta shpidim për televizionit. Ja përshkruan belin, ja përshkruan trupin, ja përshkruan për masat, ja përshkruan çdo gjë thosë e ka përpara. Edhe po e shiqen. Deri në aq mas është ardhur çështja e Islamit sa që i ka ndaluar përshkrimin e femnës. Çfarë ti thua sot femna se e përshkruan veten e vet. E çet fotografinë e vet në Facebook. Qatë thuhet për femnat të cilët përshkruajnë trupin e tyre për jashtë dhe dalin në për sokaqet tona, në për rrugët tona. Derisa Islami konteston me fjalë përshkrimin e trupit të saj, çfarë thuhet kur ajo ekspozon trupin e saj dhe pa fije turpit e bën këtë punë para shoqërisë. Dile krenohet me këtë çështje për shkak për masave që Allah Ta'ala ja ka dhënë. Ose është e gjatë, ose e ka trupin e rujtëm, ose këtë apo atë cilësit, bukurisë ja ka dhënë Allah Ta'ala, ajo mundohet ta ekspozoje para të tjerëve, nësa Islami o shku dhe ka thonë se zguxon përshkrim me fjalë, lema me dalë, jo, s'ki nevojë me përshkru që ku jemën e, sikur që kemi shoqërinë e cila vërtet është në një kolaps moral ta quaj këto ditë gjësemi duke i folë këto fjalë. Edhe vajzat e cilat vënë shami, për fat keq, hiq ma larg se këtë vikend të kalum në Marash, bashkë të ura e Marashit, ishim aty në koha e mirë të hec, të nejt, për sheh dy femna me shamia, të hec me dy djemë, femnat me shamia në farmer ka të ngushta, kanë vunë shami dhe ja kanë qitë dorën në përbela një tjetër, dy frajera me dy qika edhe hecin me këto laperica. Meqka, për thëmë, kërkojnë ndjes për juve, po nuk po gjaj fjalë tjetër e cila është meritore për këto dyja që e nënçmojnë shami. Ka vu syzat këto nalt, mos e di pse i vën syzat këtu si gomar, si magaric nalt. Syzat janë ose prej doktorit, për me pa ma mirë, ose me të rujt syt prej dillit, të nalt qa lyp. Për me dalë, sa ma ekstravagante para të tjerve, dhe ja kanë gjitë do frajera flokt kështu si papagaj të nalt, edhe dali me këto lapericat në për sokak. Dhe dykush ja u bon halal një form të tillë të mbulesës. Me nëndësie, vene një shami, qka të dënë bon mas shamis? Ndash lyu, ndash ngjyu, ndash shtrëngohu, qka të dush bën veç flok të mlej. Amon trup, ma qka të dush, elanke, farmerka, pantolla, më mës të foli edhe për eteka, ose për majicat shkurta që i përshkruan zogun e durve, apo zogun e kombe, dhe gjanat të tjela, të tjera të ngjashme. A jemi të pa, po jemi të pa. A jemi të pa në për rrugisa se shka e të pa, jemi të pa se shka është të ndodhë në shoqërinë tonë edhe kur kush nuk i del zot e vladve të vetë, qikave të veta. Përkundrazi, stimulohet nga ana e nanave që qika e tyne vetë me e gjetë burrin e saj. Edhe mësën nana, hapi nana sytë, veç më zëbën budallit si kurun që e mora këtë qyqanin babën tëndë, kështu dënja me kerë, me letra, kështu dënja me shpi, kështu dënja që ka nëj biznis, ka dyqane, ka... Edhe ajo që ban femna, atër gjurë në gjahë. Mësi që për ndodhë problemi, që peshojmë për shumë edhe që të një ditë para gjamizi, pa me disa prevlaznive kem këtu për para të nejtë, përse i sheh fesatin në për rrugët këtyne që e kanë nis me
haram, hala pa u martu, po ndalë. Që të regoj para disa ditë një vëlla, tha të dashtë me thonë për hajtë këtë fejesa, im tha jo e në ndalë, mas një javë. Pse? Kullu ma buni ala al-batil fa hua batil, thot Ibn Qayyim al-Jawzi, çdo sen që bazohet në batil i vinjet temelet batil, shkon batil të nalt. Temelet janë vu me halal. Kur zvjen temelet me halal, Rabbul Alamini nuk jep bereqet në raportet e tyre. Trejat e shefe villon raportin me mashkullin e saj në bazat të epshit të tyre, pa kontrollu çfarë familje, çfarë dini, çfarë kurrë, karoserinë e këshir super i ka për masat. 90-60, heq mas që mërës janë saj, më kush po këqyrë, mërë është pa fej, mërë kush po këqyrë, mërë i thot frajeri, heq, na e kemi heq këto nëse, më heq mërë u pa ty. Qa ma e keqa, kam dëgju prej njerëzve që kanë pasë dhe filma të telefonit, që ka bojo ka shpërnda shokve dhe në fund ka shku e ka marë qata nëse, laperi s'ka pas tjetër laperit s'me marë, që që ka qujtë Allahu Teala, zinaqari shkon me zinaqarkën, e pasaj në shko shokve më ju thonë, aman fshini, bëni delete atë video që jo kom shpërnda, ma heret. Apo ndodhe? Po ndodhe. Këto sende, për fat të keqë, në shoqërinë tonë, kanë fillu me u normalizu. S'ke mundësi me shku me pi dika një kafe, më zgabon në restoran me hypë, në katë dytë, se më zë ma ketë se që ka she në përkatët e dytë të restoraneve tonë. Dhe tolerohen prej pronarëve të restoraneve, bile i interavin pakas që pak ma romantik mja u bo atmosferën atyne. Edhe hyse ka dert, mësën e të vjenet qëtë mend që po bëjun e davet në musliman i mirë. Restoranin shkan edhe i bën vend për arktimin e haramgjive. Dësa një musliman me grune vetë, me shami, me fmi, me dash, me shku një ambient të rahatshëm, që du në prizren, shumë kësha me qeni i lumë të në me më kalzu dikush ko tamam, që të shkojmë me familje, në cilin s'ka muzik, s'ka përzimje, s'ka flicina që mujmë me i pa neve në për restoran. Edhe është normalizu çështja e haramit, është shku aq larg sa që më nuk diskutohet, pse e pas ka të fejumet vetë, a i mund me bo çka doje me të fejumen e ti. E nesër, valla së morën vesh, që a i shkon i shtirë që i shkon. Nesër për fillojnë problemet, mëse në peshe femna që shpo folë në telefon në rrugë me ata nëse kyë saj. Kur kem me disa lazni të hecë rrugës, në pik ditës, të hecë, si kulera i shikon, bile të hecë, ja rrasi shuplak këtë djali kësaj qikës ftyres, dibi, në rrugë. Masane, jo muslimant bëjnë dhunë ndaj femnës, jo po do këtë ty. Hala s'ko po dhe një musliman që shqeshton e mja ras shuplak në pikë të rrugës, si ku këta laperat e sokakit. Dhe zakonisht po vinë këto problemet, masane kur pithët qika, mamja dhe babi po pyten, kur ke marrë zytarisht me lyp ti mu, se që 6 mujna në për kamiona, në për hotele, në për restorana. Kur ke marrë ti? E the qafa tak shuplak të ras masane. A për qëtë pun ti qafa dhe me mu gjuta. Na e me ti mësu, veç rën takar, hyp, shdryp, nalt, posht, mas nene, shojmë, a më pëlqen kërri, as më pëlqen kërri. A e marë, as e marë. Dhe stimulohet një gjë e tillë prej qikave. Unë akraba teme, shkon me lyp nuse për djalin e vetë, tash e ka martu, alhamdulillah, tha po hasi vështërsi, qa po hasi vështërsi, tha kur po shkoj me këshyr, na i qik, po më thajnë ata e ki gjytyrim djalina, jo më se kom gjytyrim po hasi të punu, po më koni zotja e gjenë bre vetë, qaj arti, nana qikës të thot këtë fjallë, që ti djalin e ki gjytyrim, djalin e ki që s'merr vesh, s'është i zoti vetë me kry pun, po duhet nana me shku edhe me kry punën në emën të ti. Një shoqëri t'ilë për fat të keq neve e sot e kebi. Në spital, ka pas fëmin para një vete diçka një operacion prej bajameve, aty në dhomë, qika jo me madhë se 13 vjetë. Nuk e di ka pas, 13 apo nuk i ka pas. Baba i thët ka dalë të të fotografaj, bën hajgare baba me qikën e vetë, 13 vjeqare, të të fotografaj të aqes shok të tu në të të qohin Facebook, njëtë që ki hundën qëtash. Hajgare i bën. Jo mi pengua është vajzën Facebook me ka është. Po në të të qohin tash edhe që shtëni, jo veç me bel qelë, po në të qohin edhe me hund të madhe që të se ishë bë operacion hund.
A e din baballarët e ne? E din. A e din baballarët se çka është të ndodhë me qikat e tyne. Se magar babë është ai i cili nuk në qëtë vakt se ka vajzën në shpe. E du të me ditë, kohën e shkollës, kohë është vajzë. Pse vajza nuk ka në shpe? Pse vajza nuk ka në shpe? Qka lyp vajza në për kafi qa musjel, jo me shoqe të kokë. Qa lyp në internet vajza me qatirat aty në dzërdzërdzën me shkru me dikon. Qa lyp vajza? Ose djali. Kontrollimi i familjeve për fat të keq, tek ne është zero. Se baba është haramgji, nana është haramgji dhe ndodhin gjanat të tilla. Dhe sa kur jemi të puna e dhonjes dorë, për fat të keq, sot kemi prej njerëzve të cilët e shohin shumë gjë normale dhonjen e dorës për femrat e huaja. Dhe sheh edhe hoxhallar të cilët e shohin të leju me dhonjen e dorës. Edhe i sheh kur pyeten prej femrave të zbulume, po qoftë edhe në për vende publike, si në për televizione, se a e lejume me dhonë femnës huaj dorë, a i arsëtohet dhe thotë që a ju dhash juve, unë e normal, ju dhash juve dorën. Është keq kuptim për atyne që pretendojnë se është e ndalu me dhonja e dorës. Dërsa tekstet e librit Allahut dhe tekstet e përësive të Resulullah s.a.s. flasin mu të kundërtën e asaj çfarë disa pretendojnë. Mu për shembull më ka ndodhur kur nuk i pshim dorë me më thonë edhe për hoxhallarëve e tarabis janë këta ne. Se ata të Spanjes janë ata hoxhallarë. Kur të shkojnë këta, isha si student, kur të shkojnë na e vazhdojmë me të moqman, se s'po na lojnë rahat këta ne. Dërsa mu qun janë me arë në gjami, mu falë ndryshe, na e prishën me zhebin, pse po falën me tekbir, pse po dhe të amin, pse i ka shkurtu pantollat, pse ka lshu mjekër, aj me det hajt, pagu, me qita, na hupën me zhebin, kret. Dhe za kur shkelin vetë me zhebin, me lezu Kuran vorras, ka e në problem, nuk ka problem, edhe pse Ebu Hanifja e ka ndalu. Me dëgju muzikë, ka i në problem, hoxha a leju me ngu muzik, po unë jem martu me lodra. Magari keq, pse i martu ti me lodra, zë me thot që halale e mesile. Do mu livdu hoxha, pse u martu me lodra. Edhe do me bo argument këtë punë se është e leju me muzika. Dësa Ebu Hanife, rahimahullah, thot, a i cili ngon muzik është fasik, a i cili knaqët të ngu muzik është kafir. Qaq larg ka shku Ebu Hanifja, meselën e dëgjimit të muzikës. Kur janë meselë e dorës, me dhënë dorë, shkanë dhe të thëtë, po mare e leju më është. Dërsa tradita në përvendet tona ka qenë që kur hoxhallarët e moqëm s'kanë dhënë dorë, hoxhallarët plot kuptimin e fjales, ja imamlarë të gjamijeve tek tuk në për disa fshatnat cilës s'kanë pas dije. Hoxhallar, që në plot kuptimin e fjalës është hoqë që merë vesh në libër të Allah dhe sunet pejgamberit a.s. a i s'jep do. Pse s'jep do? Për arsye se e din ajetin e Kuranit mos ju afroni zinas. Dhe një për format afrimin zina pas shiqimit është dhanja e dorës. Prej kajt e kanë nxjerrë ulemaj këtë çështje prej haditheve të Resulullah s.a.s. Pejgamberi a.s. kur bani kontaktet e para me banorët e Medines në Aqaba, në Mine, dhe u morën vesh Resulullah s.a.s. me bë hijret tek ata, dhe kur ja dhanë dorën, kur u bë besatimi Aqabas, kur deshën gratë mi dhanë dorën Resulullah s.a.s. e tërhoq dorën pejgamberi a.s. dhe tha inni la usafihu nisa, unë nuk ju jap grave dorë. Unë s'ju jap grave dorë. Dhe kur nuk i ka prek Resulullah s.a.s. dorë ati, nuk ka prek gru të huaj, sikur që e transmeton Aisha radiallahu anha, hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot wallahi Aisha bambe, thot kur pejgamberi alayhis salam s'ka prek femën të huaj, dora ati nuk ka prek femën. Dora janë po mërë qysh jo veç a mësh,
Se so gajle, komplekset, s'po mëjmë mi shëru neve ndaj jo muslimanve ose ndaj fasikave në mesin e muslimanve. Pas e ka thonë Rasulullah s.a.s. në një hadith që transmeton Ibn Yasir, Maqal Ibn Yasir, thot Rasulullah s.a.s. këtë hadith që e gjejmë te Tabaraniu dhe Imam El-Haythami i thot se është me transmetuesit janë të gjithë thiqat dhe Sheikh Albani rahimahullah e qet këtë hadith të silsilet e hadith sahiha në vëllimin e parë faqe 447 dhe tregon se ky hadith është i vërtet që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ta shpu kryt me hekër, me të ngul baski, për të shprejmë kushtimisht, me të shti baski, 12 që në kry, dang, është ma lehtë për ty se mi dhonë dorë një femnës së huj. Këvlenë edhe naseltës edhe për femnën. Ma mirë me të mshu dikush baski, hekër me të shti mranda në kry, ani pse ki dhimbje të madhe, po gjunah nuk kitë Allah Ta'ala, se sa me shku me prek një femën të huj. E pasi në qohë dikush edhe merë guximin me thonë se është e lejume dhënia e dorës femrave të huja. Rasulullah s.a.s. s'po e bën, sahabët që të gjithë nuk po e bajnë ndalesa e Rasulullah s.a.s. se ma mirë për ju është dikush mi ngul hekën kry se sa mi ju dhënë dorë femrave të huja, dhe mu qu edhe me thonë se nuk ka argument që femnës nuk bën me i dhënë dorë, kjo nuk do koment. Të ndëgjojmë çfarë kanë thonë ulemaja e medhhebit Hanefi. Imam Serkhasiu në Kitab al-Mabsut, prej libra më të mëdha të medhhebit Hanefi, të gjithë njerëz të cilët e njohin fikun Hanefi, libra që do t'i ceki dhe dietarët e Hanefive i din këta emrat që jam duke i cek, dhe vetëm po të citojmë vendet se ku mund me i gjetë se Hanefit e kanë ndalu me i dhonë femnës dorë. Unë u kallzova dhe herën e kalume për Sabri Koqin, ish miftiju në Shqipërisë, që patëm taku në haq, tu të regu ndodhin e ti, se që e ka ndodhë me hoxhën e vetë si fmi, 9 vjeçar, 10 vjeçar, hoxha i ka dhonë pazarin me qunë shpit vetë, a i ka marrë, i ka qu, ka trokit nderë, ka dalë gruaja hoxhës, para luftës dytë botërore, edhe i ka pështjel dorën e vetë me peshkir, me marham, edhe i ka qitë dorën, tu mos e di djali është në bylyg, apo nuk ka mos t'ja shehe dorën e ti. Lema me e prek, dorën mos t'ja shehe, shuplakën e dorës. Kur kanë pas peqe, e kanë pas dorëza në për durt, e tyne edhe prasa i gjendjet gjysheve tona, dikush vjen, edhe na imponon sot miniqin, edhe na imponon sheshirat, edhe na imponon se është shumë gjë normale mu përzi gjinit. Pse e bëjnë këtë punë gjahilat, nuk po na vjen interesant, po kur gjahili ka shall të hoxhës, që tu është problemi më i madh. Dhe thot Rasulullah s.a.s. Në vërtet, thot Imam Serkhasiu, nuk e ka halal muslimani me e prek femnën e një muslimane të huj, apo me e prek dorën e saj. Në librin Kitab al-Mabsut, vëllimi 10, faqen 154. Hajtë s'po do mi dhënë dorë. Po hajtë për shkipja marrë një, që i thajmë në prezent një anak, një smok, t'ja bëj faqet. Që kjo bëna? Jo nuk bën. Gjdo kontakt me likur të femnës është e ndalum. Imam Samarkandi, Imam Serkhasiu ka vdek në viti 490 hijri. Imam Samarkandi ka vdek 539 hijri. Në librin e tij Tuhfatul Fuqaha thot: sa i përket prekjes së femnës huj, kjo është haram, pa ma parasysh e ka prek me epsh apo e ka prek pa epsh. Se dikush vjen dhe të arsyeton, ja, si ta bën me epsh është haram, a mos si ta ke prek a det vetë çavonësinë, ai nimi çushini, ai nimi sana. Kjo është e lejume. Dhe të gjitha femrat, prej qikës migjës, tezës, agjës, hallës, gruja migjës, gruja dajës, gjitha këto femra i kitë ndalume mju dhonë dorë. E masene që dikush edhe masene, kur do me akuzu, thot, për këta e në pisa, këta me nejnë keq për këto femra. Edhe gruja vllavet është haram me i dhonë, edhe motrës grus është haram me i dhonë dorë,
baldezës. Dhe sa nonës gruz është e lejume, po baldezës është ndalume me i dhanë dorë, ta ka ndaluar Islami dhe i ka konsideruar se është prej femnave që nuk quhen mahrem. Po është Imam el-Kasani, ka vdek 587 Hijri, thot në librin e tij të njohur Bada'ius Sana'i, në vëllimin e 4, faqe 297. Dhe sa më herët Samarkandi e thot fjalën që e ceka, e thot Tuhfatul Fuqaha, vëllimin e 3, faqe 333. Dhe sa në Bada'ius Sana'i, në vëllimin e 4, Imam Kasani thot, në asnjë rast nuk guxon me u prek fytyra apo dora e femnës së huaj. Në asnjë rast, s'ka arsye tim me thonë se une e leje një gjë të tillë. Po ashtu Imam el-Marghinani ka vdek 593 Hijri. Në librin e tij të njohur El-Hidaya, shumë libër i njohur i hanefive, thot, po ashtu nuk është e lejuar mu prek fytyra apo shuplakat e durve të femnës së huaj, edhe nëse nuk ekziston rreziku për epsh. Është femën plak, ose është femën e shtëpisë, ose sende dhe i ka pa epsh, asesi nuk e kanë leju. Imam Ebul Fadil Mausili, vdiq 683 Hijri, thot nuk është e lejuar me prek fytyrën edhe me i dhënë dorë, edhe nëse e bën këtë pa epsh. Në Kitab el-Ikhtiyar, vëllimi 4, faqe 417, ndërsa libri El-Hidaya, vëllimi 4, faqe 368. Imam Zeilaiu, një prej muhaddithinëve më të mëdhej të fikut hanefi, në Tabyinul Haqa'iq, vëllimi 6, faqe 14, thot, nuk është e lejuar me prekja fytyrës apo shuplakave, durve apo të femnës huaj, edhe nëse nuk ekziston rreziku që të prek në epshin tënd. Imam el-Haskafi, vdiq 188 Hijri, në Durur el-Muhtar, thot vëllimin e 6, faqe 367, nuk e ka halal prekjen e fytyrës dhe shuplakave, edhe nëse nuk e ndikon në epshin e tij. Imam Ibn Abidin, në Hashjet Ibn Abidin, libër po ashtu i njohur, që e njohën shumica e xhallarëve të ne, vdiq në vitin 1252 Hijri, thot mashkulli muslimani nuk e ka halal me prek fytyrën edhe shuplakat, po ashtu edhe nëse është pa epsh. Librat kryesore të hanefive, jo, e kusha ajtrullan që është të thonë po. Ajeti jo, hadithi për thotë jo, ulemaja për thojnë jo, sahabët për thojnë jo. Mas kësaj kush dele dhe thotë po, s'mund në tjetër për më thonë përveç se i thuhet gjahil. Ndash katror, ndash në kup, ndash një thes, ndash katë dush, gjahil sa dush. Ose e fsheh ilmin dhe prej komplekseve para të hujve e thot se është e lejuar. Ti mësh me bëni haram. Mirë, pas mësh me thonë është halal ky haram. Thuj, valla nuk duhet që na ka me që ky adet i poshtër, hala po ngushtohen për me heka më, mos i thuj është halal me dhon dorë. Dërsa të gjitha rivajetet, sikur që thot Imam Zeilaiu ose Ibn Hajar el-Asqalani, që kanë thonë disa se Ebu Bekr radiallahu anhu nuk i ka pa dert për me i dhanë plakave të rrudhme që janë shkatru kret, për me i dhanë dorë aty nëse ka pa dert, këto nuk kanë argument, në asë një argument se Ebu Bekr radiallahu anhu ju ka dhanë grave plaka dorë. S'ka dalim me stres edhe plakës. Që të dyjat me i prek është haram. Imam Ahmeti ka thonë në Adabu Shar'iyye vëllimi parë, faqe 693, edhe për mi tesh me e prek, ka thonë është haram. Që mi thonë, teze, edhe për mi tesh, ka thonë është haram. Dorza ka vesh, se në ama me dorës, se s'ka problem. Hiqbre kur fa kontakti, mos me e pas me femnën e huj. Kur shkilet me zhebi hanefi në punë të haramit, kur kush s'qel goj, veç tekbiret e gjamiave,
jenë bo problem u prish me zebi, ndërsa me knun vorras su prish me zebi. Banive kanë dalu me knun vorras, dhe me na i qu deknit aty me mikrofona që ju kanë qu aty në hoxhallar ton. Mikrofonat i këni po që në për vorras që tash. Tre koferin qitën mikrofonat, aty në dveç kur qotaj një dit, la ilallah me thonë, edhe qëtu s'pë në linë i rahat. Kanë dalu Ebu Hanifja, se ka thonë vorreza është e ndalu me u falë namazja gjenazës, në vorras, më hinja ty ne. Mu falë namazin bi vorras, e ka ndalu Resulullah s.a.s. Ka thonë është e ndalu me mu falë namazin gjenazës në vorras. E Kurani ka thonë është pjesë e namazit si til është me kruhi tahrimen me lexu në vorras Kur'an. Dhe asë një herë një gjë til nuk e ka leju, rahimahullah, Ebu Hanifja. Allah na ruajt prej haramave, Allah na ruajt prej shpifjeve ndaj Ebu Hanifa, se në herë për mduket, subhanallah, Ebu Hanifja është u keq përdor të na sikur Hazreti Isa prej krishterve. Hazreti Isën që kanë keq përdor krishter, e i kanë thonë djali Zotit e shijat që kanë keq përdor Hazreti Ali, mallkum qofshin ata që i kanë folë fjallët e mallkume, njëtin san të ne për fat të keq po mduket që është u bë keq përdorimi i Ebu Hanifës dhe medhhebit të tij të pastër. Shumë është më rëndësi të ne të përkthehet një libër i madh i Ebu Hanifës. Për fat të keq nuk kemi libër të madh të përkthym të medhhebit Hanefi që të sqarohen sendet se për një a e ka thonë Ebu Hanifja apo nuk e ka thonë. Po se ka thonë Ebu Hanifja morru. Përkundrazi se ka pranu dëshmin e njerëzve të rrum. Kur i kanë hinë me xhlis Ebu Hanifës me njerëz pa mjekra, ka thonë largomni prej me xhlisit, mos t'i shoh këta që janë pa mjekra. Dhe sa qonë të një dhe thonë, i rrumi Hanefijem, ai që pi cigare Hanefijem, ai që kësen darsëm Hanefijem. Hoxha kësë ndarësën me grune hoxhës, ta lujnë shotën, edhe më thot njërin për Izrael, më thot hoxh, e na knaqë pra me hoxhën dhe me grune hoxhës. Hajde dhe parajrë ka. Ku u knaqët Allahine, na kanë lujtë shotën, bre. Knaqë na kanë. Po lujshin mirë hoxhë. Allahum mustaan, Allah na rujt, ja Rabbi, prej fitneve të shejtanit. Nëse kur jemi te gruaja, po ashtu kemi kapitull tjetër. Nëse edhe këtu mos të harrej, Hanefit janë shku, dhe disa prej dietarëve janë shku aq larg, sa që e kanë diskutu meselen, a bën mi dhon djalit që s'ka mjekër, edhe është bukurësh, a bën mi dhon dorë, as bën mi dhon dorë, kanë thonë me kruha mi dhon atij, që i thejmë na qose, që si dalin kimet në ftyrë, kanë thonë me kruha, si tuta që po të bën fitne. Kanë thonë me kruha është, nuk pëlqehet me i dhanë disa prej dietarëve, jo krejt. Nuk pëlqehet me i dhanë dorë dhimijët kafirit që i pagun kret taksat shtetit islam, veç pësa qafir kanë thonë zban me i dhanë dorë. Nëse kaq larg kanë shku, edhe kanë diskutu që kaq holl meselet ku i ban me i dhanë dorë, ku i zban me i dhanë dorë, qysh qohët dikush edhe thot ban me i dhanë dorë femnave të huja apo mashive të huj. Dhe për këtë çështje pa kur far dyshimi se do t'japim secili prej neve llogari tek Allahu Azza wa Jall. Po ashtu për meseleve që kanë të bëjnë me femnën është çështja e refuzimit të femnës burrit të saj. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa'abat, fabata ghadban 'alayha, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Nëse burri e thirr gruan e vet në shtrat për intimitet bashkëshortor, edhe ajo refuzon, hajma mos më shordha, mjedhnove, më shove të nona, bëne kështu në bëna ashtu në një qef, dynjons, ma ke bënë që tash ti këse, e ka të në hup që tash. Febet e gadban, alejha, dhe ky flen, është i idhnum me tëne, është i hidhrum me tëne, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih, au fi riwaya hatta tarji', e mallkojnë melaqet derisa zgjohen sabah, ose në rivajet derisa të kthehet prej atij gabimit që e ka bërë. Përveç ka thënë dietar se Sheikh Uthejmini, nëse ka një yzer
apo një arsyetim që i pranohet sikur arsyetimin e ka se është e smut, se është e lot, se është kështu dhe ashtu, dhe kërkon leje prej burrit të saj që për një sebeb të caktuar nuk jem ajo e cila duhet ta pranoj ftesën tënde. Përndryshe, për hidhrimet zguxon refuzimi të jetë për anës së grus. U ka idhnum pse sot se ka shumë me shku dika, u ka idhnum se si ka blet diçka, u ka idhnum pse ja ka fol në fjalë dhe ka rendu, edhe nëse i ka bo zullum, me fjalë apo me dorë, nëse burri kërkon gruan e saj, ajo patjetër duhet i përgjigjet burrit të saj. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithe tjera, edhe nëse i ka durr të mbrum, duhet i përgjigjet burrit të saj. Është u gatu për i thirr, duhet me shku, apo edhe nëse është në vendin e lindjes së fëmijës, duhet me shku edhe me përgjigj burrit të saj. Qaq larg është shku, që paramenoni se për shka është duke u fol. Dhe për fat të keq, sot ka shumë probleme në bashkësitë tona familjare, kur femrat pa kurfar arsyetimi refuzojnë burrat, e pastaj na bën sebeb që burrat e tyre të shkojnë në për harame, qoftë në shiqim të haramit apo edhe në bërje të haramit. Le ta dije kjo e mallkuar prej melaçeve se man një pjesë të përgjegjësisë nëse bëhet sebeb që burri i saj merra në haram. Dhe sa ata burrat që kanë kësi gra dhe kanë kësi probleme, halal ju koft pushka top ju bëft që smartohen edhe një herë. Më kum i gjetë burrat me 2 rreja. Nëse e ka që shtëne, mëre, derin 4 në ta qojë meselen, edhe ajo nuk ka të drejt me lyp qkurorizimin. Femra nuk ka drejt me lyp qkurorizimin nëse burri i saj lyp kurorizim ekstra. Femra ka drejt me lyp qkurorizimin nëse burri i saj nuk fal namaz, nëse burri i saj pin alkohol, nëse burri i saj nuk punon dhe nuk e këqyr, nëse burri i saj bën zullum pa të drejt përdor dhunën, nëse burri i saj ja shan mahremet e saj, nonën ja shan, motrën ja shan, nëse burri i saj ja shan dinin, ja shan shamin, ja ndalon me mantillin ose shamin, kjo ka të drejt me islam, me kërku me njëherë qkurorizim, për para prakisht duhet me kërku prej ti që mju largu këti shejtan lëki që ka rrok, nëse insiston e në shejtan lëkin e vetë, s'ki që ka rrin me kësi pisi, nëse aj mundohet me të ndalu ty prej qështjeve të dinit dhe me fitu ti gjehnemin, mos të flas, Allah i na rujt, edhe për gjana edhe më të rënda. Po ashtu, nuk guxon femna me agjeru, ka në hadith të Rasulullah s.a.s. La yahillu lil mar'ati an tasum wa zawjuha shahidun illa bi idhni, nuk guxon me agjeru femra nafile, agjerim vullnetar, nëse nuk e lejon burri i saj. Nëse don me agjeru të hanë tajtë, po don me agjeru 3 ditët e netëve të bardha, 14, 13, 14 dhe 15, mesin e mujt hijri, po do me agjeru, duhet me marrë lejen para prake prej burrit, se ka thënë selam nuk e ka halal se ka. As ibadetin ndaj Allahit vullnetar nuk i lejohet me e bë nëse para prakisht nuk ka marrë leje prej burrit, cilit mundet më tek me ardh ditën edhe me kërku intimitetin e tij bashkëshortor me gruan e vet, ajo nuk e ka halal pa marrë leje prej burrit që të bëje agjerimin e saj vullnetar. Por nëse i ka mbet farzi i Ramazanit, i ka të përmushme të vetë dhe i ka një javë ditë borxh ose 5 ditë borxh, edhe po do me agjeru ato, i ka për me agjeru, a du të me marrë leje për burrit? Du të me marrë leje për burrit. Dhe a i ka drejt me andalu deri në 5 ditë para fillimit të Ramazanit, kur i mbetet mos se s'ka ditë luft, s'ka ma 5 që është i fundit, dhe kjo duhet në qëto 5 ditë me agjeru, atëhere e ka të lejume me agjeru pa lejen e burrit, dhe kjo e ka haram me andalu asaj kompenzimin e ditëve të
të saj. E ka haram. Po ashtu e ka ndaluar Resulullah sallallahu alaihi wasallam vazhdim të këtij hadithit wala ta'dhanu fi baytihi illa bi idhni, hadithi në Bukhari dhe Muslim, nuk guxon me shti në shtëpi të vet as njonin pa lejen e burrit. Zguxon me hin shtëpi të burrit kërkosh pa lejen e burrit. Jam të vol për shtëpia që duhet sa gllëm se për çdo shtëpia tona hen kush don. Hin doja, hin agja, hin djali agjas, hin kusherini, nusja gjë do të menajt e ngrata me shamize, kush se vet? Dhe vjera kiamet ja ban, s'po guxoj ka vllai jam me hi, ku pe kujton ti nuse vetëm. Prandaj me shariat është, muslimani më apo grus kushtet me pas shtëpi të vet që gruaja e ka qelcen. Dhe ne ai ka nusja qelcen, e se ka qelcen. I kanë vjehri qelcat, ka vjehra qelcen. Vjera i ka zënë nusës qysh mu vesh e qysh mu vdesh. Ku me shku e ku me e pranu në shpinë. Dësa me islam, gruja do të mengu burrin, jo vjehrën ose vjehrën, këto mesele. Burri ka drejt me i kalzu grus, kush hin shpi edhe kush hin shpi. Kjo qëtë bejt shëraj. Shtëpisi pas kushtëve të qeriati, që për fat këtë shumica dërmuse, neve nuk ja u kem siguru grave tona. Që gratë me pas lirin mrana shpis, kur ta mshele e qelcin drang, mi qel flokët e saj, mi qel trupin e saj, mu vesh, mu vdesh, qysh doje burri, ato në shumicën e shpijave tona, nuk ka. Mase ne vjen plaki, kur lyp dikush mundo, vjen dhe thot hoq, a halal mundo djem, po që i so halal haram me najt bashkë që shtën e që shpërrim. Mase ne hoqja i presht, hoqja i keq. Nuk është hoqja i keq, kur pejgamberi alayhis salam ka thonë se kunati për nusën është vdekje. I afërmi i burrit për gruan e tij është vdekje. Sikur vdekja që vjen pa pritmas dhe kur nuk e din kur të arrin, çështo është fitnja e të afërmit burrit. Allah i na ruaj. Shejtani një ditë mund me të mashtru. Ty ose ata. Ka po problem kunata me vllajën tënd, edhe anë kohët, bla 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 bla, edhe ti thu po valla, dhe mund ka bo nervoz, laperaj, qëto zifat i ka pas gjep, aj qështu, dhe aj e thot valla, bre që ky shumë burri mirë, edhe zotin e rujt, shejtani mundet marrë, në mi bë fitne, edhe marrë të e keqja. E qka du të me bë? Ato që është urdhnu me din të Allah Ta'ala, prandaj thot pejgamberi selam, dhe nuk lejohet me në shtëpi, kur kush pa lejen e tij. Ka drejt burri, ngoni çfarë që kotimi, ka drejt burri më ndalu edhe të afërmin e familjes, shkurin e kësaj në familje të vet apo ardhen e familjes vet në shtëpi të kësaj, nëse vren sa ata ja prishin dinin. Ka familje që ja prishin dinin çikës vet. Nusës. Shkon atje edhe ja prish dinin, ja prish. Çu ja prish dinin? Qysht kam lu kuku, s'po mu me paramenu, që më si sort ka bo me një mantile, në shamin, jo, e s'pe jep dore, s'pi del t'i këti, s'pi del atije. Ka të drejt, kur e shesë, kur të kthejt kjo gruja, diqka o këthuj mandryshe, o këthuj shqiponjt, edhe bëtët vala, se dive që në kishe kalzu me vak, kur s'kish arqë të letë ti, pe shesë kjo diqka, po ndron mendje kur po shkon anene, ti punon një javë, 2 javë, për më jam mësu që është dhe dinin, dhe për shkon atje, dikush për aprish dinin, ka drejt burri me thonë, që atje zdumet po me shku, edhe që ato zdumet po që tu me orë, po qoft edhe femën, qoft motra saj, qoft nona e saj, ka drejt burri me thonë, nona jo të zgëzën marë që të në shpej. Qësh nonën, ka drejt. Nëse nona e mësën qiken e vetë mu përla me burrin e saj, ka kësi nona që i mësën qiken mu përla me burrin, lypja qëta, edhe qëta, dhe kjo e shes e saj, po vjen ajo. Gruja pindrohet, ka drejt me thonë, që kjo gru zgudzën me hinë shpitan. O më nona e ama, edhe nona jotën, koft, jepi nasihat, nëse vjen si insan vjen, nëse të prek në din, edhe i prish raportet tona bashkërtore, ajo nuk ka të drejt me u fut në shtëpin tonë. E ka që darga shku çështjet e islamit për me rujt qetësinë familjare, rahatin familjar. Gruaja do të me ditë se xhenetin e ka nën këmbët e burrit të saj,
që urdhnon punë të hajrit, nëse urdhnon punë të sherrit, me shku në banket, me hek shamin, me pi raki, me bo këtë ose atë haram, sikur në herë që peshon në për video në internet, baba jep fëmijës, jep grus, me pi birë ose alkohol, aty s'ka itat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, nuk ka itat në krijesën kur i bëhet gjuna krijuesit. Dhe çështja e fundit për sante është meselja se sa ka të drejt gruaja me majt zi nëse i vdes dikush prej të afërmive të saj. I ka vdek baba, i ka vdek vllau, i ka vdek motra, i ka vdek migja, i ka vdek shoqja, i ka vdek kjo dhe ajo, që ajo është mërzit, edhe po lyp me majt zi. Mas pari, kur tham me majt zi, nuk jam të nënkuptu mu vesh zi, zikur që vishën qafirat. Te ne për shembull përpara kanë vesh tesha të zeza, kanë vesh shami të zez, kanë vesh këmish zez, kanë vesh etek zez, kanë vesh çdo sen që aludon ngjashmëri me kafirkat, me jo muslimanet, është e ndaluar. Zguxon kjo me u vesh në mënyrë të tillë. Disa i shishe me shamia të zeza, kur hoqë shamia barem një shirit zi që tu e man në krysi moda e kohës 60 dhe 70 që e vën gratu në mes të flokëve, barem një shirit të zi. Çdo sa që aludon se kjo është majt zi, është ndaluar me këtë formë. Çka jam të mendu kur tham e lejohet me majt zi femnës vetëm 3 ditë? Se ka në hadith Rasulullah s.a.s. ka thonë pejgamberi a.s. la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayitin fawqa 3 lejal. S'lejohet femna me majt zi ma shumë se sa 3 net, ka thonë Rasulullah s.a.s. Çka më thonë me majt zi? Bën kjo mos me u zbukuru për burrin e saj maksimum 3 ditë. Jo për sokak. Se sokaki kur nuk e ka leju Islami femna në sokak me u parfymos, me u grimos, me u vesh me tesha që e tërhekin synin e mashtrive për jashtë në drejtim të saj. Mirë pa ka të drejt, mos me dalë për e shpis, hiq 3 ditë, ka të drejt, mos me u zbukuru 3 ditë. Dhe ka në hadith prej Zeynep bint Ebi Salama, thot kam shku të Umu Habibja kur i ka vdek. Umu Habibja është gruaja e Resulullah s.a.s. dhe vajza e Ebu Sufjanit, i cili deri në çlirimin e Mekës ka qenë kafir dhe proprietarëve të Mekës dhe i ka bërë shumë zullum muslimanëve, por mase Allah i ka desht dhe u bë musliman. Qika e tij ka pranuar Islamin shumë më herët dhe kur ka shku ka bë hijret në Etiopi, burri i saj u pa të bëj krishter. Se i dhan pozit, i dhan pare, dhe tha, hajde gru, po bëhemi krishter, apo she, gjetëm pun, gjetëm pare, në dhan pozita, i tha Umu Habibja, vallahi, sa për pare, kom pas pare të baba, sa kom dash, se kom pas për pasernikve, prej fisnikve të Mekës, sa për pozita, kom pas babën prej prijetarve të Mekës, kryeparve të Mekës. Unë kom pranu Islamin dhe kom bëhë hijret për Allah, jo për pozita dhe për pare. Dhe nuk pranoj mu bo krishtere, midis Afrikës mbete vetmume as bab, as bur, veç e kishtë Allahun dhe ju drejtu Allahut, e Allahu ju përgjesh thirrjes së saj dhe i tregon nëpërmjet Gjibrilit a.s. Muhamedit a.s. e Muhamedi a.s. çoi haber te Nejashiu, mbretit të Etiopisë, dhe tha lyp ma dorën e Zeynep e Umu Habibes bint Ebu Sufjanit, vajzës Ebu Sufjanit. Dhe e bani grut vetën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishte shpërblim për sabrin e saj, që për Allah unda prej burrit, Allah e shpërblej me më të mirë se sa që e la për hir të Allahut Taala. Dhe kur i ka vdek baba, ka lyp ka thonë amani pak parfym. Femna ka ndaluar me dal për jashtë e parfymosme. Ka thonë Muhamedi alayhis salam e ka gjunohen sikur femna zinaçare. Me dal me parfym që mjani erën burrat për jashtë. Do të me pas shumë kujdes mu parfymos gruaja në momentet kur e ka mendë mos me dal atë ditë për jashtë, edhe ato vetëm burrit të saj. Veç për burrin e saj me erujt parfymin. Për mu zbukuru ashtu si që ka qef burri saj. Tha bjerma një pak parfym, jo që kam nevoj tash mu parfymos, se jam e mërzitshme, po pse kom një pejgamberi sallam të thonë se nuk lejohet ma shumë se 3 ditë me majtëzi. Për me e thy. Po ashtu gruaja tjetër e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, kur i vdiq vllau i saj,
Zeynep bin Jahsh, edhe ajo kishte kërku prej robreshës vet parfym, dhe njëjtët fjalë kishte përsëritë, kam dëgjuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam mbi minber të thonë se ka halal gruaja me majtëzi më shumë se 3 ditë. Prandaj nuk po du me majtëzi qes parfym, edhe është parfymos, jo pse ka pas nevojë, se mërzia është shumë normale, po vetëm për me e thy ndalesën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E ndërsa Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, veç gruas i lejohet me majtëzi vetëm për burrin kur i vdes burri i saj, edhe ajo është 4 ashhurin wa 10, hadithin Bukhari dhe Muslim, 4 muaj e 10 ditë gruaja duhet me majt zi për burrin e saj. Kur thëmë duhet me majt zi, që në kuptojmë në një, zguxon me përdor 4 muaj e 10 ditë as një parfym. Zguxon me majt kur far parfymi. Në 2, zguxon kur far ari, argjendi apo zbukurimi tjetër me qit në trupin e saj. As teshat e saj. Ka të drejtë të gjitha llojet e ngjyrave me I përdor gruaja që I ka vdek burrit, përveç atyne teshave që e vrejnë gratë se diçka sot u ka bë shumë solemne. Normal, që ka vesh përpara I vesh, por 4 muaj e 10 ditë kjo femër s'duhet me qit parfym në trupin e saj. Në 2, zguxon alltant me qit, as unaz, as vadh, as kurgja, edhe në mesin e grave. Nuk është në pyetje për përjashtë se për përjashta, është ndaluar për femrën edhe unaza që e quajnë të net martesës e të fejesës, është ndaluar edhe vathi me tu pa, edhe zinxhiri me tu pa, edhe hallkat me tu ni, edhe me tu pa, edhe çdo send që konsiderohet zbukurim është ndaluar kur del para burrave të huaj. Ka ardhë dhëndri shtëpis, ka ardhë baxhanaki, ka ardhë, s'ka kjo që ka rrin me unaza të altanit para burrave të huaj, se kjo është e haram dhe është e ndalume. Bile, aq shumë kanë shku larg, sa që disa dietar kanë thonë, aq larg kanë shku kanë thonë, edhe altan në e pas dhomin altanin e ta heke se jam tut, mos po hi edhe kjo në punën e zbukurimit. Qash larg që kanë shku në këtë mesele. Nuk guxon me dal prej shtëpis përveç në rast të nevojës. Ama po du më shku pak nda heki mërzi, se me mërziq me dal pak të koshit, ata në të vinë të ti në të vizitojnë, jo ti me dal prej shtëpis tënde, për jashta gjatë kësaj periudhë. Ndërsa mrenda oborrit të shtëpis mundet me bë çka doje me dal në borë, se disa xhahila thënë edhe zguxon as në borë me dal, do të më nejt nërkulem të shtëpis, si sora do të më bë kështu. Jo, normal jetë, normal e vazhdon, vetëm dihet që 4 muaj dhe 10 ditë zguxon me pranun kur far kërkesë për fejes apo për martesë. As zguxon muslimani me shku me kërku gjatë asaj periudhe që ajo e ka idetin e saj. Ndërsa kjo 4 muaj dhe 10 ditë, nëse ka shtatzëni, ideti i saj është derisa të linde, nëse është shtatzane. Ballaki se ka ditë, I ka vdek burri, pastaj ka marrë vesh 9 muaj ditë zgjat asaj që kjo periudhë që jemi të folë, që zguxon as zbukurim, as lymje të syve. Ka një grua dhe ka thënë ja Rasulullah, çikës pidhamin syt, atë përdore kohel është ajo si syrme që një pluhën I ngurit dobisham që ka lavdur Rasulullah sa për syt dhe ka qetësu dhimbjen e syve, ka thënë jo mos qete as kohel. Ibn Hazm al-Zahiri ka thënë edhe nëse e hub synin mos qete, qaq dargë kanë qu, edhe pse se kanë përkrahur shumica e dietarëve këtë fjalë të tij se nevoja është për me e pështu. Mirë po, ka dhimbje? Jo, se është zbukurim për ata në gjatë asaj periudhe, kjo s'duhet me qenë e zbukuruar. 9 muaj ditë shtatzania, 9 muaj ditë ajo duhet më përballë në rregull. Por nëse ka qenë shtatzan, edhe ka shku po do me lind. Edhe burri prej presionit të madh, apo pështon gruaja, apo pështon fëmia, në qatë moment vdes burri. Kjo në sallë, ky këne vdes. Pastaj lindën, prej momentit që ka lind, s'ka idet për ta, aja është e përfundume. Se ideti, koha e ndaleses që gruaja mas ti vdes burri, gruaja e ka të ndalume, deri në fund shtatzanis, me nejt
me majtëzi, më thonë mos me u martu, deri fut shtatzanis. Por nëse edhe pa vetdije, kjo s'po den se ky i vdiq këtu në përjashtë, ose po një ndeshje komunikacionit, ose pa ma parasysh, qoftë edhe 1 minutë përpara se me lind kjo vdiq, pastaj në erdh fëmia në dynja, ajo e ka të përfunduar i detin e saj dhe ka të drejtë me u martu me cilin do musliman i cili kërkon dorën e saj që të bëjë martesë sipas parimeve të Islamit. Dërsa nëse ndahet prej burrit, 3 periudha të pastrimit nuk ka të drejtë me u martu. 3 periudha të pastrimit. Ato mund me qenë 3 muaj, mund me qenë 2 muaj, mund me qenë ma shumë, mund me qenë ma pak, varësisht prej natyrës së femnës dhe gratë e din këtë çështje. Do thotë prej momentit kur nda prej burrit 3 cikle të menstruales dhe 3 cikle të pastrimit mujore do të me kalu për më u bë asaj halal martesa me dikon tjetër jashtë këtij burrit. Allahu e den më mirë. Kjo kishte me qenë e tëra personate për disa çështje të cilat kanë të bëjnë me çështjen e grave prej librit ton Riyadus Salihin. Allah xhalla shanu na bëf që të kemi ambiente islame, që të kemi gra muslimane. Allah na mundsoft inshallah që motrat tona, gra dhe bija tona të jetojnë islamin sipas parimeve të parapame prej Allah Ta'ala dhe sunetit pasë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.